Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun azza wa jalla lavdrojmë, atë falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje te Allahu azza wa jalla nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona. Ata që në udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e tij nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilën e lënë në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush më të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jalla qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte me lejen e Allahut azza wa jalla do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës që ka të bëjë me shpjegimin e 3 parimeve apo 3 pyetjeve në të cilat do të përmerrem në pyetje të gjithë ne në jetën e varreza, se kush është Zoti ynë, cila është feja jonë dhe kush është pejgamberi ynë, që kemi filluar me parimin e parë duke shpjeguar se Zoti ynë është Allahu azza wa jall. Se e njohim Allahun, kemi cekur argumentet domethënë në ligjëratën e kaluar dhe ne ju kemi përmbajtur domethënë asaj që ka shkruar autori në libër për sa i përket argumenteve se e njohim Allahun azza wa jall, se e dim se kjo gjithësi ka krijues, edhe pse realisht nëse hin në formë më shkencore edhe më thjesht më të detajuar, domethënë dietarët shkojnë i ndajnë argumentet në formë tjetër, ndajnë argument të natyrshmërisë, argumenti shqisave apo shqisor, argumenti logjik, argumenti konsenzusit, edhe argumente nga Kurani dhe Suneti. Argumenti natyrshmërisë, realisht natyrshmëria e njeriut është e tillë që Zoti ka krijuar që me njoft dhe me prit dhe me kërkue edhe me njoft krijuesin, dhe këtë vërtet sado që me ka njeriu krenej dhe arrogant nuk mundet me mohun veten e tina. Kjo është argumenti i parë. Argumenti i dytë është argumenti shqisor, për asaj që kemi cekur dhe autori, argumentet që i shohëm edhe qiejt edhe tokën, edhe hënën edhe ditën, e gjithë këto faktikisht dhe lëvizjet e tyre tregojnë se realisht këto kanë një krijues, edhe argumentin e logjikës, se realisht njeriu sa më tepër të logjikon, sa më tepër të studion, sa më tepër të analizon krijesat, po edhe vetveten e tina, nuk i vjen përfundim tjetër vetëm se është një krijues i përsosur, i cili çdo gjë që e ka krijuar e ka përsosur. Edhe argumenti i katërt, argumenti i konsenzusit, se realisht historikisht njerëzit janë kund pajtimit dhe unanim se kjo gjithësi dhe këto krijesa kanë një krijues, edhe realisht këto se mohu krijuesi edhe me pas ateizëm historikisht kanë qenë shumë të vogël, apo thjesht kanë qenë një pjesë shumë e papërfillshme, e cila nuk e konteston ixhmain dhe konsenzusin e njerëzimit se kanë besuar në një krijues dhe një, domethënë, Zot. Edhe pse në kohën bashkëkohore vetëm se kjo ka marrë për masa më të mëdha, nga se faktikisht pas tyre qëndrojnë, domethënë, lobe të mëdha, shtete të fuqishme kështu me radhë, mirë po në histori domethënë kanë qenë një pakicë pa përfillshme, edhe pra dietarët e kanë cekur për argumenteve të ekzistimit të Allahut azza wa jalla është konsenzusi i njerëzimit. Edhe argumente nga Kurani dhe Suneti, të cilat janë të shumtë, të cilat kanë rrek tema të ndryshme,
dhe më thonë që kanë bëjnë me jetën e njeriut, që kanë bëjnë me onën emocionale të njeriut, që kanë bëjnë me rregullimin qoftë të raporteve të tij me krijuesin, qoftë raportet e tina me veten e tina, me njerëzit, e shumë detaje që faktikisht tregon se kjo Kur'an është udhëzim, është dritë, është domethënë drejtësi e kështu me radhë, që të gjitha janë argumente domethënë që aludojnë në krijuesin e përsosur i cili ka treguar këtë libër edhe më herë libra të tjerë dhe pejgamber që njerëzit t'ja u lehtësojnë jetën përmes këtyre udhëzimeve. Mirë po thash këto i kemi kaluar, ajo që kemi cekur në ligjëratën e kaluar edhe që kisha pas që prap me përsërit se thjesht debati i madh mes pejgamberëve dhe njerëzve dhe popull ku janë në dërguar ata nuk ka qenë vetëm se me besuar Zotin se ekziston një krijues, po ajo hendeku i madh, ai debati i madh ka qenë se kënd duhet me adhuru, a duhet me adhuru domethënë vetëm Zotin apo duhet me adhuru edhe Zotin o dikant tjetër, se realisht tash është një pjesë shumë e papërfillshme edhe paktësët nuk kanë besuar që ka krijues, edhe pse në forma ndryshme domosdoshmë siç e kanë po krijues kanë besuar që kanë. E debati i pejgamberëve me popujt e tyre gjithmonë ka qenë kjo, a do të më adhurojë vetëm Zoti, e që nëse adhurohet dikush tjetër përveç tij, është shirk, apo lejohet më adhurohet dikush tjetër përveç Allahut Azza wa Jall, e që kjo e dyta domethënë është shirk, pra thjesht gjithmonë ka qenë ai hendeku mes imanit dhe shirkut. E tash, nëse e kuptojmë këtë, atëherë autori nuk po don më na njoftua vetëm se kush është Zoti ynë. Se pyetjen që do të merrem në jetën varreza nuk do të jetë vetëm se kush është Zoti yt, po kush është i adhuruari yt. Kush është ai Zoti që ti e ka adhuru, ju ke lut, ju ke fal, e ke dasht, e ke pas frikën, ju ke mbështetë kështu me radhë. Faktikisht që kjo është pyetja e që kësaj pyetje i kena dhënë përgjigjen javën e kaluar, duke thënë se ai i cili ka krijuar, ai i cili furnizon, ai i cili mbikëqyr, ai i cili ka çdo gjë në dorë, i tillë edhe meriton të adhurohet, edhe e kemi përmbytur me ajetin kuranor Elhamdulillahi Rabbil Alamin, dhe madhrimet i takojnë Allahut Azza wa Jall, i cili është krijues i gjithësisë, i cili meriton mu adhuru. Pra thjesht pyetja kush është Zoti yt, është kush është i adhuruar yt. Kush është ai që ti duhet me adhurue edhe nuk duhet me adhurue me atë askën tjetër. Ai është Allahu Azza wa Jall, e nëse kemi kuptuar se vetëm ai duhet me adhuru, atëherë faktikisht ka filluar autori me na i treguar se cilat janë llojet e adhurimit. Në këtë libër i ka cekur një 14 adhurime, disa i ka cekur adhurime të zemrës, e disa të gjuhës, e disa domethënë të veprave, nga se kështu është adhurimi, nga se dietarët kur kanë folur për definicionin e adhurimit, ndoshta definicioni më i përmbledhës është ai i Sheikhul Islam Ibn Taymiyes, i cili ka thonë se adhurim është çdo vepër e dukshme apo e dukshme, të cilën Allahu Azza wa Jall e don atë dhe është i kënaqur me të. Pra thjesht çdo fjalë, çdo vepër e dukshme apo e fshet, me cilën Allahu Azza wa Jall është i kënaqur dhe e don atë, kjo është adhurim, edhe pse ka definicione tjera, për shembull Ibn Qayyim kur e ka definuar, e ka thënë në formë tjetër, ka thonë adhurim është që njeriu me e dasht Allahun Azza wa Jall me dashuri të plot dhe me ju nështru atij me nështrim të plot. Qofse nuk i plotson këto dy çështje, nuk ka adhurim. Nga se njeriu ka mundësi dikën e dën shumë, po nuk i bindet atina, ose dikuna i bindet për i tutës, po nuk e dën ata. Ama atë duhet me dasht maksimalisht, edhe me ju bind maksimalisht, është vetëm Allahu Azza wa Jall, e kjo quhet adhurim. Ka edhe definicion tjetër që kanë cekur dietarët, kanë thonë se realisht adhurim është ajo e cila nuk nxirret nga logjika, as nga zakoni, po është diçka që ka ardhur në mënyrë, domethënë konkrete nga Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që nënkuptohet se realisht në çështjen e adhurimeve nuk ka domethënë vend as për logjik,
që thjesht që kjo që ka përna merë menja është adhurim, e që kjo që s'përna merë menja së është adhurim, as nuk ka nevoj edhe vend për zakone edhe adete, me thonë që kjo është adeti jone, që kjo është ibadet, që kjo është adeti jone, që është ibadet, mirë po ibadet është ajo që ka në Kur'an, që ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Allahu azza wa jalla apo është i kënaqur me të. Ndërsa sa i përket çështës së adhurimit, këtë duhet me ditë se realisht njerëzit në forma tjetër janë të robëruar apo janë rob të Allahut azza wa jall. Pra thonë dietarët adhurimi robëria ndaj Allahut azza wa jall në dy forma. Robrimi i përgjithshëm edhe robrimi i veçantë. Robrimi i përgjithshëm është se këtë janë rob të Allahut azza wa jall. Këtë janë dorë të Allahut azza wa jall. Allahu azza wa jall ka domethënë rrezikun e tyre, e ka fillimin dhe përfundimin e tyre. In kull men fi samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda. Çdo kush që është në qiellin e tokë, vetëm se nesër ditën e gjykimit ka më ardh rob i përulur, domethënë pa mundësi zgjedhje. Faktikisht këtë njerëzën krijesat e Allahut, Allahu i furnizon, Allahu i mbikëqyr, Allahu te Allahu është fillimi dhe te Allahu përfundimi dhe kthimi i tyre. Mirë po ka një nështrim më të veçantë e që njeriu është i lirë me zgjedhje atë, që dënë mu bo rabi Allahut azza wa jall me vetë dëshirë dhe i dëgjueshëm ndaj tij, që me realizu qëllimin për çka ka kriju Allahu azza wa jall, e kjo është domethënë rabrim më i veçantë, nështrim më i veçantë, e që ka ardhur kjo në ajetin kuranor ku thonë wa ibadur rahmani alladhina yamshuna alal ardi hawna, dhe rabt Allahut azza wa jall ata që ecën nëpër tokë se njerëz të thjeshtë, të qetë, domethënë modest. E po në për shumë ajete domethënë që ka cekur domethënë illa ibadaka minhumul mukhlasun, kur ka folur Allahu azza wa jall për shejtanin që i ka dhënë i lyp pa fat Allahut azza wa jall deri në ditën e gjykimit, ai është betuar se komesh domethënë devijue çdo person, ka thonë përveç ata të rob tu të sinqert, ata domethënë shejtani nuk ka mundësi domethënë më ju afrua. E kur ka filluar me i detaju, thash i ka detajuar, i ka përmend 14 ibadete, ka filluar me imanin, islamin edhe ihsanin, e që këtu janë ato 3 domethënë shkallët e fesë tonë, të cilat kanë ardhur në hadithin e Xhibrilit, e të cilat realisht do t'i shpjegojmë në pyetjen e dytë apo në parimin e dytë, kur fol autori në formë më të përgjithshme në lidhje me pyetjen e dytë nesër në jetën e varrezave, se cila është feja jonë, atëre ka sqaruar domethënë fen në përgjithësi, edhe ka sqaruar fen domethënë me këto 3 nivelet e tij, ajo është domethënë Islami, imani edhe ihsani, edhe pra do të e lajmë domethënë këtë pjesë me e vazhduar dhe me shpjeguar domethënë në ligjëratën kur vjen koha e saj. Ndërsa mas këtyre e ka cekur domethënë duan, edhe autori ka pas traditë se mas çdo argumenti, domethënë fjale ka cek një argument se duaja është ibadet, edhe pse duhet mu dediku vetëm Allahut azza wa jall, edhe thjesht mas andaj kur ka ardhur te frika, kur ka ardhur te shpresa, mbështetja te Allahut azza wa jall, mas çdo shembulli të adhurimit e ka cek argumentin për të. Mirë po para se me në detaje, me i cek argumentet që i ka cekur autori, duhet me i cekur edhe diçka. Te ne, për me ditë se a është një punë ibadet, edhe që kjo ibadet a ka mundësi mu bo shirk, neve duhet vetëm me ditë fillimisht është ibadet. Se thamë ibadeti që ka përkufizu Sheikhul Islam Ibn Taymija është çdo vepër që dën Allahu azza wa jalla është i kënaqur me të. Vepër po fjalë, e fsheft apo e dukshme, Qofse e dim që në fjalë, në vepër, në gjest, është që Zoti e dën atë, ajo të na quhet ibadet. Thjesht e dim se është ibadet, jo në bazë se logjika po na thotë që është ibadet, as në bazë se zakonet dhe adetet po na thonë që është ibadet, mirë po kem argumente nga Kurani dhe Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që në forma të ndryshme ose tregon se Allahu e don, ose Allahu ka urdhëruar, ose pejgamberi ka urdhëruar, e kështu me radhë që kuptohet se është ibadet. E nëse e dim se një punë është ibadet, atëherë çet ibadet mja dediku dikujt tjetër përveç Allahut azza wajal, kjo në shariatin ton quhet domethënë shirk. E kjo është rregull e përgjithshme që duhet me pas të sqaruar me secili prej neve se si çdo punë, domethënë që tash
edhe nëse se din shumë argumente në detaje, kur ti thot me i bë sejdë dikujt përveç Allahut azza xhela është shirk. E thot çfarë argumenti ki? I thojmë argumenti se të na sejdja është për veprave adhurime, të dashura me cilat ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe vetë fakti që është adhurim, adhurimi duhet më u dediku Allahut azza xhel. Si t'ja dedikojmë dikujt tjetër këtë adhurim, automatikisht kena bërë shirk, edhe kjo është domethënë rregulli i përgjithshëm për çdo vepër, edhe për kurban, edhe për sejdë, edhe për dua, edhe për kështu me radhë. Por kjo është argumenti i përgjithshëm që na mëson se si duhet me pas argumentin se qofse dikush na sfidon ose dojna me ditë edhe për veten tonë në punë është shirk apo jo, vetëm e dim kjo punë është adhurim, po. Qofse adhurim ai ju ka dedikuar dikujt tjetër për Allahut azza xhel, po, atëherë automatikisht ka kalu në shirk, edhe pse thash për secilën prej tyre ka tash argumente, domethënë të veçanta nga jetët apo hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregojnë se duhet më ju dediku këtë punë vetëm Allahut azza xhel e jo dikujt tjetër. E para ka filluar domethënë pas thash imanit e ihsanit dhe imanit e islamit dhe ihsanit që do të marrim më vonë, e ka filluar me duan, se duaja është forma më e qartë edhe më direkte që njeriu e shpreh për uljen, nështrimin, nevojën që e ka ndaj atij i cili ka punë në dorë. Për atë ka në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ad-du'a huwa al-ibada. Duaja është vetë adhurimi. Pra thjesht forma më e mirë që njeriu e adhuron Allahun azza wa jall është duaja, edhe me këtë ka fillu mirë, po edhe thjesht edhe në këtë fatkeqësisht njerëzit domethënë çalojnë edhe ja dedikojnë dikujt tjetër përveç Allahut azza wa jall, edhe pse në shariatin ton Allahu ka kërkuar për neve wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada, dhe xhamiat janë të Zotit dhe mos e lutni askën tjetër me Allahun azza wa jall në to. Pra nëse Allahu është ai i cili është pronar i çdo gjëje, edhe i xhamiave. Se në këtë rast xhamia, mesazhet dietarët kanë thonë është fjala për xhamia se xhamia, apo është fjala për tokën si tokë, se çdo vend domon ku Allah azza ka krijuar ka bërë vend të falje për besimtarin përveç dy vendeve. Faktikisht në ato se çka është për qëllim këtë jetë, mirë pa ai cili është pronari i tyre, ai duhet më adhuru, edhe mos më bë, domethënë shokatin edhe mos më adhurua askush domethënë me të, apo kema jetën tjetër kuranor ku Allah azza ka thonë wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihu al-kafirun. Dhe ai i cili lut dikon tjetër përveç Allahut, që për të nuk ka argument, ku me pas hesapin të Zoti, llogaridhënien ku me pas të Zoti, mirë po nuk ku me shpëtuar pa besimtari. Kush e adhuron dikon tjetër me përveç Allahut azza wa jall, apo lut dikon me Allahun azza wa jall, për cilën nuk ka argument. Do të thonë që nëse ke argument, më lut dikon tjetër përveç Zotit, se nuk ka kërkush argument. Vetëm kjo më tregu se çdo kush që lut dikon dhe adhuron dikon nuk ka argument. Pavarësisht se ka mundësi shejtani mja zgjuar atina, ai nuk ka argument. Ku me pas llogaridhënien e kjo është formë kërcënuese te Zoti, edhe ka përfunduar se ai njeri, domethënë pa besimtar nuk më shpëtua nesër ditën e gjykimit të Allahu azza wa jall. Edhe pse të mësonej dietarët kur kanë folur për punën e duas, se kur është shirk e kur ka mundësi njeriu me lyp bëj dikujt diçka, mi kërkoj diçka, kanë thonë tri forma njeriu qofse e bën e lutet dikujt ka rënë shirk, ato janë shirk të madh. Qofse i lut të vdekur në formë përgjithshme. Qoftë ka vdek sot, ka vdek para 1000 vjete, qoftë ai vdekur njeri i mirë, qoftë ai pejgamber. Faktikisht qoftë e lut atë, realisht ke bë shirk të madh, nga se këtë punë nuk ka mundësi me ta realizu askush tjetër përveç Allahut azza wa jall. Edhe kush shkon lut te pejgamberët, domethënë fat martesë, apo shkon lyp, domethënë në rrezik, me atë fillu Zoti punët,
shkon lyp domethënë shërim prej sëmundja, po çdo hall që ka mundësi ose runa Zot folet mëkateve kështu më radh, realisht i tillë ka bë domethënë shirk të madh se ka lut dikon tjetër përveç Allahut azza wa jall. Çdo kush, kjo është e para, domethënë i lut vdekurit. Çdo kush që lut dikon i cili është larg edhe nuk dëgjon, nuk dim për ty, as ka mundësi me të bëj kur gjë. Si në rastin konkret, tash ti je në hall, duke shkuar rrugës, ki domethënë prishje të veturës, edhe thjesht pe lut filan personin që më ma zgjedh këtë hall, ma zgjedh këtë problem, ai as nuk dëgjon, as nuk domethënë nuk din, as nuk ka kurfar fuqie, as kurfar domethënë mundësi me të ndihmua, vetëm që faktikisht e lut atë që nuk ka mundësi me ta bëj këtë punë apo me ta bëj këtë zgjedhje, vetëm se Allahu azhjal, edhe kjo është domethënë shirk i madh. Edhe e treta, nëse njeriu kërkon prej dikujt që është edhe gjallë, edhe është prezent, edhe është afër teje, mirë po nuk ka mundësi me të realizuar atë punë. Edhe kjo është domethënë shirk, tash më thoni njeriu të falë me gjinohat, si shkojnë njerëz rrafejen domethënë ta prin frit e tyre, to e ditë se në fen ton gjinohat nuk ka mundësi me të fal as i gjallë as i vdekuri, as i afërm as i lartë, se është ekskluzivisht puna e Allahut azza wa jall. Atëherë edhe kjo domethënë është shirk nga se ju ke lut dikujt tjetër përveç Allahut azza wa jall. Mirë po më lut dikujt për një punë që ai e ki prezant, e ka mundësi me ta zgjedh, duke mos e lidh zemrën për të, realisht të kjo çështje domethënë dietarët thonë nuk ka problem dhe nuk ka domethënë të lashe. Kjo shkurtimisht sa i përket parës duas, e dyta ka cekur domethënë çështjen e frikës, që njeriu mja pas frikën Allahut azza wa jall, mja pas frikën dënimit Allahut azza wa jall, mja pas frikën domethënë jetës varrezave, jetën domethënë e cila vjen pas kiametit, ato gjërat allahtarishme që domethënë ka me kon derisa më pas frikën edhe vetë zjarrit të xhenemit apo për më vua domethënë prej xhenetit. Për argumente ka cekur autori inma dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kjo është shejtani i cili i domethënë frikson dashamirët e vet. Mos ju friksoni aty, mirë po më friksohuni mua në qoftë se jeni besimtar. E ka lidh punën e imanit me frikë. Qoftë se jeni besimtar, tot një Zotit, mos ju tot një insonit, po tot një Zotit. Pra thjesht nuk është çështje veç fakultative, çështje dytësore që nëse e ki mirë as se ki jo, kjo është imani jot, është i lidhur me çështjen e frikës prej Zotit Allahut azza wa jall. Fa khafuni in kuntum mu'minin, ma keni frikën mu nëse jeni besimtar, mu friksoni mu nëse jeni besimtar, se përndryshe nëse s'ma keni frikën mu, domethënë imani ju nuk është domethënë në rregull. Edhe pse mas andaj dietarët kur kanë folur për frikën e kanë dhënë dy grupe, kanë thonë është frika e cila është e natyrshme edhe frika fetare. Nuk jem duke folur në këtë temën tonë për frikën e natyrshme. Njeriu frikohet për shemb prej natës, frikohet prej gjarpnit, frikohet prej gjërave të ndryshme, domethënë se ne kjo është frikë e natyrshme edhe pse edhe kjo duhet më menaxhu. Edhe mos më të kalu kufit. Mirë po është natyrshme edhe thjesht nuk ka kurfar çortimi për njeriu, as nuk i merret për negative nëse ka kësi frike. Nga se edhe Musa alayhis salam kur e ka mytat njeriu, e ka dalë i kanë treguar se realisht Firauni tut përcjell, realisht ka dalë prej aty fa kharaja khaif minha khaifan yatarqab. Ka dalë prej vendit ku ka qenë Faraoni i friksuar, edhe do mund duke të këshyrë me vëmendje se mos po i dalin prit, mos po i dalin rrugës, mos ju kanë varësuar për rapa, e kështu me radhë, për që i bie që është frikë natyrshme. Mirë po pjesa e dytë është ajo çështja që po flasim ne, frika e adhurimit. E kjo domethënë dietarët kanë cekur se është domethënë apo gabimet njerëzit që i bojnë është në tri forma. Quhet al-khawfu sirr, që njeriu më friksu dikujna që ka mundësi me i bë dëm dhe zarar pa ndonjë sebeb të qartë. Faktikisht je me ta me një njeri prezent edhe te i folë se njeriu do të më lidh Zotit Allahut azza wa jall, ato më lutem mos më pas frikën as kujt asnjë, edhe s'do të më lidh as me sheha as me teç as shumë radh, ai thot kujdes se naninaj
ku është ai në Istanbul. Subhanallah. Më çka, domthon, ai faktikisht pe deka gajben, ai faktikisht nuk të na ni neve hiç, as nuk të dëgjoj hiç, qoftë ti mendon se ai të na dëgjoj, faktikisht i ka dhënë cilësi të Zotit, se realisht ai pi dëgjoj ka edhe sa që njerëzit të zakonshëm nuk pi dëgjojnë, apo kanë mundësi me të bëjë diçka për atë larg që mundësia Allah xhel nuk e ka, ja dhon kërkunia tjetër vetëm se vetes së tina. Tregon një sheh që kishte pas shkuar një herë në Egjipt, edhe hyp një taksi, edhe rrugës si duket nalen dikon ose në semafor, edhe një djalë i ri pju lyp diçka lemosh, dhe ky zgjat dorën e afron diçka, edhe si duket i duken atij djalit pak, edhe i thot pash bedevin të më thonë në evliani tyrbe të njohur në Egjipt atje, më shta. Edhe kur e dëgjon që faktikisht po bën be në atyrben, i thot a më kthen ato që ti thash, edhe ai i afron ai djalit tu mendu se ky pjashton, por realisht i thot mase bën e ben në to, nuk do të japi fare hiç. Mirë po, me djalin në dajten, mirë po rrugës duke shkuar taksisti, vazhdimisht të kërkuar mbrojtje, inshallah nuk na godet në e keqe, e kena zemruar, domethënë bedevin, atyrben, atë veliun, e kështu me radhë, faktikisht në stres, në frikë se kom na ndodh në taksirat gjatë rrugës e kështu me radhë, faktikisht derisa mbërritëm në destinacionin ku shëm drejtu, edhe masë që e mbërritëm, edhe i thash, a peqet nuk na ndodhi asgjë. Tha pe mirësisë, edhe që ishte njeri i mirë, dhe më thonë mirësis tina shpëtumë dhe nuk unë hakmar. Faktikisht, dhe më thonë të nkuon o të ke pejti, që realisht që kje tut pej një të vdekure, pej një tyrbe, pej dikush që s'ka mundësi me të bazarar, që kjo është aja khaufësir, dhe më thonë që është shërki i madhë, mirë po edhe në fund, kër nuk dole e keqe, prapë me ndonte se thjesht mirësia tina nuk në goditi dhe nuk në hakmar. E kjo është aja thash që është ndaluar. Masandaj kem lloj të dytë apo të frikës që njerëzit e kanë në këtë dynja për ndonjë interes të dynjas, edhe fatkeqësisht ose bojnë ndonjë punë që nuk është e hijshme, mos them është e papreferueshme apo haram, apo lajnë ndonjë obligim se realisht, domethënë për ndonjë interes të dynjaje është në punë, edhe faktikisht i vjen koha namazit, mos me pata që e namazli, faktikisht edhe namazin del pe kohë, ose ulet në tavolinë, domethënë ku ka servohet alkooli, domethënë për mos mi hub klient apo thjesht, domethënë për ndonjë arsye tjetër që është pura interes që mos po ik tut, domethënë mos po i klienti tut se mos po qesin pe punë e kështu me radhë, kjo nuk është shirk, mirë po është frikë e ndaluar, edhe frikë që nuk është e lavdruar. Është ajo frika e tretë e cila ka mundësi njeriu të me i kalu në masandej edhe në depresion, që faktikisht më ju bë vezvese, më friksu edhe thjesht më ju bë si lloj smundje, e që aty domethënë dietarët thonë kjo frikë është e jo lavdruar, përkundrazi, domethënë frika në parim është e lavdruar për shkak se njeriu e largon prej mëkateve, edhe e detyron edhe nxit me bë vepra të mira, mirë po nëse kalon ndonjë të mos, sa që njeriu faktikisht kalon depresion, e mërzitet, e kalon smundje kështu me radhë, faktikisht kjo nuk është e lavdruar. Pra thonë dietarët duhet me u bashkue frika me shpresën që mu balancu gjërat. Edhe pse ka edhe çka flitet edhe më tepër, domethënë këtë çështje mirë po kalojmë te pjesa tjetër apo vepra tjetër, ajo është çështja e shpresës, edhe ashtu siç domethënë njeriu ka frikën Allahut dhe dënimin e tina, edhe kjo nxit tash me bë vepra të mira, mirë po prap ka domethënë shpresën në Allahun azza wa xal, ka shpresë në shpërblimin e tina, shpreson xhenetin e tina, edhe kjo nxit që me bë vepra të mira dhe thjesht me koni për ulur dhe i nështruar dhe domethënë i bindur ndaj Allahut azza wa xal. E për argument autori ka cekun e jetë kuranor, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dhe ai cili shpreson takimin me Zotin e tina, le të bën vepra të mira dhe mos bën shirk në adhurimin ndaj tij, domethënë askënd. E kjo thonë dietarët me tregu se edhe adhuri edhe shpresa është adhurim ndaj Allahut azza wa xal,
se ai i cili domthon po thotë e shpreson takimin me Zotin e tij, apo takimin domthon në xhenetin e tij, ose takimin domthon me pa Allahun azza nesër në xhenet, le të bën vepra të mira edhe mos i bën shirk Allahut në adhurim askënd. Se realisht runa Zot me shpresuar dikën tjetër përveç Allahut azza wa jall, edhe kjo domethën është shirk, edhe kjo variant si ajo çështja e Afrikës ka mundësi me kon shirk i madh, e ka mundësi me kon domethën shirk i vogël apo mëkat, nëse runa Zot shpreson dikën tjetër përveç Allahut, ashtu siç shpreson në Allahun azza wa jall, padyshim që kjo është shirk i madh. Mirpo, dietarët zakonisht kur flasin me frikën edhe shpresën, flasin se si këto dy adhurime, dy vepra të mira duhet mu bashkuar, ashtu siç i ka bashkuar Allahu azza wa jall, nga se janë si dy krahët e një shpendit të cilat e balancojnë edhe ekuilibrojnë udhimin e shpendit për në destinacionin ku është nisur. E besimtari, i ka tri gjëra, tri adhurime bazike, e ka dashurinë, e ka frikën edhe e ka shpresën. E dietarët thonë dashuria është si koka e cila udhëheq, se ku kanë ka për qëllim ku destinacioni e kështu me radhë, ndërsa dy krahët janë frika dhe shpresa të cilat e mbajnë udhimin edhe thjesht e mbajnë ekuilibrin që njeriu me mrihesh në shëmir edhe rahat në destinacionin që u nis, e që nuk duhet në jetën praktike njeriu me i dhon përparësi njerëz ndaj tjetrës. Runa Zot nuk duhet thash me i dhon përparësi frikës, e më friksu mi kalu në obsesion, mi kalu në depresion, e smundje e kështu me radhë, mirë po nuk duhet njeriu me kalu në shpresës se Zoti fal mëkatet, Allah e pranon pendimin e kështu me radhë, faktikisht edhe vazhdon me avazën e vjetër, as nuk i kryen obligimet e as nuk ruhet prej harameve. Për atë thonë dietarët, nuk është shpresë ajo e cila është shpresë vetëm me fjalë, e nuk i shoqërohet vepra. Për atë ka onet, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Ai i cili shpreson takimin me Zotin e tij, le të vëm vepra të mira, se kjo është shpresa e vërtetë. Ajo tjetër është vetëm thjesht dëshirë. Dëshira nuk çon askund. Pra të Allah azhali ka bashkuar në shumë ajete këto dy adhurime, nebi ibadi enni enel gafurur rahim, dhe informoj robët e mi se unë jam ai cili fali dhe mëshiruesi, wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim, mirë po edhe dënimi jem është dënim edhe më shumë, pra edhe mëshiruesi falës, mirë po dënimi tina është dënim edhe më shumë. Edhe Allah kur ka folur për robët e mirë, ka thonë ja khafuna rabbe wa yarjuna rahmete, dhe më thonë ja khafuna adhab wa yarjuna rahmete, dhe më thonë e kanë frikë dënimin e tina edhe shpresojnë rahmetin e Allahut azza wa jall, nga se me këto dy dhe më thonë barëspeshohen gjërat edhe shtektimi edhe udhëtimi i njeriu për të Allahu azza wa jall është më i sigurt dhe më i qetë, edhe pse masandej dietarët e kanë biseduar se cilës duhet me i dhon përparësi, a duhet dyjat, dhe më thonë me kon bashk. Realisht parimi që është bashk edhe me kon të njëjta edhe në nivel, kjo është parimi. Qysh ka ardhur për Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, se njeriu duhet me ditë se ka Allah i cili fal mëkatet e mëdha. Mirë po ka Allah i cili edhe dënon për dënimet e vogla, për mëkatet e vogla. Pra thjesht me mes këtyre dyja. Për atë ka ardhur edhe një prej selefëve e ka pasur Mutarrif bin Abdullah al-Shekhir, ka thonë sikur të matet frika dhe shpresa e besimtarit, dhe më thonë kish mu gjind e barabart, as të njëna nuk jam mund tjetrës, se kjo është parimi. Mirë po thash prap dietarët kanë folur dhe kanë dhënë mendime se kanë thonë nëse shëndosh e mirë, domthonë më mirë me dhon përparësi pak më tepër çështjes së frikës, se konisht njeriu kur është nosh e nuk ka gajle, nuk ka smundje, nuk ka derte, domthonë është i prirë me shkuën mëkate, e do të me aktivizu, domthonë kartën e frikës, që me e friksua për i dënimit Allahut dhe dënimet e tina, që mos me shkuën mëkate dhe mos milon domthonë veprat e mira dhe obligimet. Mirë po nëse është i shtym në mosh, edhe është duke shku te Zoti, ati domthonë faktikisht me anu ka për mendimi i mirë, domthonë Allahun azza wa jall, se Allahu azza wa jall fal mëkatet, se mëshira e Allahut është e madhe, se i ka fal mëshira e Zotit e ka te kaloi dhërimin e tina, e kështu me radhë domthonë nuk prish punë.
Mon thjesht kanë thonë mes kur jesh në i ri edhe kur je i vjetër, kur je shnosh edhe kur je smut. Kur je smut, domethënë me shpresa, kur je domethënë është nosh, domethënë çështja e frikës. Apo kanë thonë edhe forma tjera që domethënë njeriu me kon varësisht qysh e din njeri vetën e vet, edhe me kon që jetojmë na mjeku i zemrës dhe shpirtit vet. Qose din që pe vetës tina ka prirje për mëkate atij, duhet më aktivizu më atë për frika. Mirë po nëse thjesht nuk e ka këtë domethënë prirje që me shku ka mëkatet apo nuk joshet nga mëkatet, që thjesht më aktivizue çështja e shpresës që me e udhëheq shpresat e Allahu Azza wa Jall, domethënë udhëheq shpresa për xhenetet e Allahut Azza wa Jall, begatit që Allahu Azza wa Jall i ka përgatitur për besimtarët, kështu domethënë më radh. Edhe na ka mbetur edhe për sonte se do të vazhdojmë me vepra tjera domethënë në ligjëratën e radhës, është çështja e tevekulit apo mbështetjes së Allahut në Allahun Azza wa Jall, që njeriu me pas bindje të plot se Allahu Azza wa Jall është i gjithfuqishëm dhe i gjithdijshëm, çdo gjë ka në dorën e tina, dhe m'ja besu punën tënde dhe m'ja lënë atina edhe mos me qa kokën, o me yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuh. Ka thënë Allah Azza wa Jall, dhe kush i mbështetet Allahu Azza wa Jall, ai i mjafton atina. Ndërsa autori ka cekur një ajet tjetër përveç tina, ka thënë wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dhe vetëm Allahut mbështetuni ju nëse jeni besimtar. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, dhe mos ju frikësoni shejtanin, po më frikësoni mua nëse jeni besimtar. Tash po thot mbështetni mua që jeni besimtar, pra thjesht pe lidh çështjen që çaj që janë adhurimet të mëdha këto dyja, edhe frika, mirë po në rastin konkret tash edhe mbështetjen e Allahut Azza wa Jall, sot që thjesht varet edhe imani dhe matet e imanit me të, nëse je besimtar mbështetesh Allahut Azza wa Jall, nëse runa zot ki domethën pengesa apo ki deformime në imanin tënd edhe devijime, atëherë ka mundësi që të mbështetesh edhe dikuj tjetër përveç Allahut Azza wa Jall. Çështja që e kanë cekur dietarët sa i përket tevekulit, se tevekuli thash është prej veprave më të mëdha, edhe është tevekuli është prej veprave që të lidhur me shumë emra dhe cilësi të Allahut Azza wa Jall, me atë se Allahu Azza wa Jall është pronari çdo gjëje, me atë që është Allahu krijuesi çdo gjëje, me atë që Allahu Azza wa Jall është i gjithdijshmi, me atë që Allahu Azza wa Jall është i gjithfuqishmi, me atë që Allahu Azza wa Jall është i gjithmëshirshmi, me atë që Allahu Azza wa Jall është i buti, me atë që Allahu Azza wa Jall është i urti, e kështu me radhë, që gjitha këto kur njeriu mediton rreth tyre e bëjnë që njeriu me u aktivizu taj mbështetjen në Allahun Azza wa Jall dhe thjesht mi mbështet atina edhe me flajt që jetojmë në qetë edhe rahat edhe mos me kthy kokën se u mbështet në një domethënë gjë që me të vërtet e zgjidh çdo problem që njeriu apo çdo hall që e ka njeriu apo çdo synim që e ka njeriu këtë botë për me e realizu. Mirë po edhe në këtë, si në ato vepra tjera, ka keq kuptime, edhe njerëzit domethënë kanë lajthitur, kanë pas bot kuptime të gabuara në lidhje për këtë vepër, e pe i ceku vetëm një 3-4 mendime. Ajo e para është se dikush i mbështetet dikujt tjetër përveç Allahut Azza wa Jall, ashtu siç duhet mi mbështet Zotit. Ka domethënë hall, ka domethënë telashe, ka problem, ka smundje, ka sfida në jetë, edhe faktikisht i mbështetet ndonjë njeriu apo ndonjë sebepi të kësaj dynjaje, sikur i mbështetet Allahut Azza wa Jall, e kjo është domethënë shirk i madh, të cilën Allahu Azza wa Jall nuk e fal, nga se në këtë formë që njeriu me plot zemër, me plot bindje, mi mbështet dikujt tjetër, i cili nuk i ka gjërat në dorë, ashtu siç i mbështetet Allahu Azza wa Jall, edhe pse ka mundësi me qenë sebeb. Kjo është shirk i madh. Edhe kjo dëmon keq kuptimi dhe but kuptimi i parë i gabuar, e thash është shirk i madh. Mirë po ndërto është shirku i vogël, kur njeriu e din që diçka është sebeb, një punë, një çështje, një njeri, një vend e kështu me radhë,
ajo është sebeb. Prej sebepeve që Allahu azza wa jalla i ka në dorë. Edhe fillon më lidh zemra për atë sebeb. Edhe pse nuk arrin në atë shkallën e parë që thash i dorësohet plotësisht atij sebepit dhe i lidhet plotësisht zemra. Mirë po, anon zemra, lidhet zemra të kaj faktikisht në farë, në më thonë besbese ka të që e kryna atë punë, kryet kjo punë, apëtën e sene faktikisht si kur do më thonë determinus është veç aj, edhe nuk është çështja në dorë të Allahut azza wa jalla. Shumë herë kemi cekur se në njeri ose në çështje mundet me konë vetëm një sebeb, po aty ka mundësi me konë dhe sebeb e tjera, ka mundësi me konë dhe pengesa tjera, e që gjithë këtë dhe më thonë mozaik të sebepeve dhe pengesave nuk i qetë në funksion, edhe nuk i aktivizon, me kry një proces vetëm sa i cili ka këtë punë dorë, ajo është Allahu azza wa jalla. Pra thjesht nuk guxon njeriu me u lidh zemrat për dikën tjetër në këtë mos, përveç se ndaj Allahut azza wa jalla. Bot kuptim tjetër dhe i tretë është kur njerëzit nuk i marrin sebepet. Mendojnë se mi mbështet Zotit, do më thonë që s'kemi marrë sebepet. Thjesht pshet Zotit edhe s'ka dert se Allah të furnizon, Allah të zgjedh punë të kështu me radhë, e që realisht kjo nuk ka qenë as praktika pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, as nuk ka mësuar Kurani as Suneti e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sa i cili din sado pak jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e din që pejgamberi ka vesh prazmore për mujt në luftë, kanë vendosur domethënë mbrojtëse në kokë për me mbrojt kokën. Faktikisht i ka marrë sebepet që janë të qarta që realisht përmes tyre njeriu i realizon qëllimet. Kur është nis për shemb prej Mekës në Medinë, kur është bëha hijret, përveç domethënë furnizimit që ka pas shoqëri e Abu Bekrin, e kanë marrë një njeri i cili i din rrugët, edhe nuk u nis rrugës Medinës, po në disa ditë ka dalë këtë në anën tjetër Medinës që me hub gjurmë, këtë sebepet që realisht me tregu se Allah azza wa jalla këtë botë ka lidhur me sebepet, dhe njeriu me i fshi sebepet apo me mendu që tevakkul apo mbështetjen e Allahut azza wa jalla mos mi marr sebepet, kjo është edhe thjesht me ataku shariatin, mirë po edhe thjesht është çmenduri në logjikën e njerëzve, nga se Allahu azza wa jalla nuk i ka krijuar njerëzit edhe çështjet në këtë formë. Edhe botkutimi i fundit ajo është që njerëzit ka herë mendojnë që mi mbështet Zotit duhet veç me këto punë të dyjes. Dën me punu, mi mbështet Zotit, dën me fitu, mi mbështet Zotit. Thjesht që ka të punë me familje, me rrezik, me idare, me krejt, dhe më thonë faktikisht sikur tevakkuli është vetëm për këtë dynje. E nuk ka nevojë mi mbështet Zotit për punë tjera. E që realisht njeriu ka nevojë mi mbështet Zotit në çdo sen, edhe për këtë punë kësaj dynjaje, edhe të fesë, edhe dynjas, edhe të ahiretit. Qofse njeriu tash mëson për fe, as ka nevojë me pas domethënë mbështetjen e Allahut azza wa jalla, me mbështetjen e tij edhe për krajën e tij, ndihmën e tij. Qofse do me bë davet, a nuk ka nevojë njeriu për domethënë ndihmën e Allahut azza wa jalla, që duhet me mbështetjen e tij, apo veç shikon namazin që falim na. Kur thirr muezini dhe thot hayya ala salah, pejgamberi sa më dha hayya al falah në kamsu me thon la hawla wala quwata illa billah, s'ka as forca as fuqi vetëm pejse Allahut azza wa jalla. Allahu muezini po na thirr, po unë s'ka mundësi më përgjigj nëse thjesht Allahu azza wa jalla nuk më mëson më përgjigj më fal me atë xhamat, më fal në atë xhami. Pra thjesht i mbështetesh se Allahu azza wa jalla edhe me kry këtë vepër. Pra thjesht nuk duhet me mendu njeriu që faktikisht i mbështetet vetëm Allahu azza wa jalla në çështën e kësaj dunjas. Mirë po do të më mbështetet edhe në çështjet e dunjas, edhe në ahiretet. Mirë po thash mbështetja është duke i marrë sebepet, ashtu siç na ka informuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ai i cili mbështetet Allahut azza wa jall do më furnizojë Allahu azza wa jall me të mirat e tij, ashtu ai i cili mbështetet Allahut azza wa jall me mbështetje të plot, Allah ku më furnizoj atë siç i furnizon, domethënë shpendet të cilët shkojnë mëngjes të rritur e kthehen në mbrëmje të ngopur. Elusim Allahun azza wa jalla të na bën për atyre që mbështeten Allahut azza wa jalla me mbështetje të plot, mirë po çdo adhurim ja dedikojmë vetëm Allahut azza wa jalla, e kurse se diku tjetër përveç tina. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.